Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një recetë makarona me fileto pule. Përbërësit janë këtu, që shikoni të rreshtuar. Le të fillojmë me përgatitjen. Marrim 2 gjokse pule. Më pas do t'i hedhim erëzat që dëshirojmë, unë kam hedhur kryqe dhe rigon, do t'i skuqim në këtë mënyrë. Do të grim pak shep kërpudha, do t'i skuqim edhe do t'i hedhim pak pana. Më pas do të shtojmë makaronat e ziera dhe nëse dëshironi disa cheese ose djath. Edhe në këtë mënyrë djath të shkrirë. Dhe kjo është pjata përfundimtare, një super drek për gjithë ju që nuk dini se çfarë gatuani. Kjo është një super zgjedhje. Mos harroni që të më bëni like dhe subscribe për më shumë video të tjera si kjo. Ju falenderoj që më ndoqët. Shihemi në videon e radhës. Ndërkohë më komentoni se çfarë recete dëshironi që t'ju gatuaj herën tjetër. Mirupafshim.